Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, ka bërë homazhet e varrje Arben Xhaferit me rastin e ditëlindjes së tij të 78. Thaçi tha se Arben Xhaferi ka lënë gjurmë të mëdha në politikën e Maqedonisë së Veriut dhe më gjerë, duke theksuar se politika e tij mbetet udhërrëfyes për shqiptarët. Sot me shumë nderime përkujtuam ditëlindjen e 78 kryetarit tonë, zotit Arben Xhaferi. Sigurisht, kjo është një simbolikë e rëndësishme, po në aspektin politik është edhe një përkujtim se rruga dhe baza që ai vendosi për politikën e shqiptarëve të Maqedonisë, po edhe më gjerë, është rruga e vetme dhe e vërtetë në cilën duhet bashkërisht ecim. Ai komentoi edhe ftesën e kryetarit të BDI-s, Ali Ahmeti, për bashkimin e partive shqiptare. Jam i shokuar, i frapuar me përfityrimin e zotit Ahmeti me pozicionin e tij politik, në mënyrën se si i arritet dhe i lutet Miskosit që ta merr në qeveri, me mënyrën se si vazhdon të gënjejt, mashtroj dhe të rrej. Sinqerisht mendoj se ai është kanceri i politikës shqiptarëve të Maqedonisë, tashmë edhe me dy metastaza, me Zjadinin edhe me Taravarin. Pa u eliminu këta për skenës politike është shumë e vështirë, shumë e rëndë që të rishëndoshet skena politike. Gjithë kjo të bën të brengosës shumë, po unë mendoj se PD-shtja dhe njerëzit që mbështesin PD-shtën vetëm e përforcojnë bindjen e ringritjes së PD-shtës. Kjo piskam, kjo dhel për në quajtun Ali Ahmeti që i digjet bishti tash dhe me çdo kusht prostituohet që të shkojë drejt qeverisë, duhet ndërpritet urgjentisht, ai duhet të tërhiqet, largohet për skenës politike. Unë atij i them sot vetëm një të vërtet madhe kapitale historike. Pse ai nuk bën luftë? Pse ai sot nuk bën kryengritje të armatosun masi gjendja që ka kaq e vështirë dhe kaq e rëndë, më e keq se 2001. Sipas tij, për BDI-n nuk ka më shpresë, pavarësisht kërkesës së Ali Ahmetit për zgjedhje të parakohshme parlamentare.